Prej 3 dekadash, dëgjojmë raste tragjike të njerëzve të prekur nga sëmundja e sidës. Virusi ka vrarë me 10 milion njerëz në mbar botën, pjesa më e madhe të cilëve të rinj, duke lënë jetim me miliona fëmijë. Por tashmë vijnë lajme shprese për sa i përket sidës. Në Afrikën e Jugut, një nga vendet me një shkallë të lartë prekje nga sëmundja, po eksperimentohet vaksina që mban nën kontroll virusin. Prej ditës së parë botërore kundër sidës në vitin 1988 ka patur shumë zhvillime. Vendet ku çështja konsiderohej tabu tashmë ofrojnë testim dhe trajtim. Nënat bartëse të virusit mund të kenë fëmijë të shëndetshëm dhe mund të jetojnë për të rritur ata. Ilaçet e mbajnë virusin nën kontroll dhe nuk e lënë të përhapet. Tashmë mjekët, por flasin për një kur ndaj sëmundjes. Kërkuesit e fushës po testojnë një vaksinë tek mijëra vullnetarë në Afrikën e Jugut. Një proces që sapo ka nisur. Ata po përdorin sistemin imunitar të vetë trupit për të mbajtur virusin nën kontroll. Një studim i zhvilluar nga Universiteti Pensilvanis tregon se kjo është e mundur. Ne injektojmë antitrupa tek pacientët për të parë nëse mund të kontrollojnë virusin HIV, ta qetësojnë dhe ta parandalojnë rikthimin kur ne ndalojmë terapinë antiretrovirale, shpjegon doktor Pablo Tebas i Universitetit të Pensilvanis. Kontrollimi i virusit HIV me antitrupa është i ngjashëm me teknikën e imunoterapisë që zhvillohet për kancerin, duke përdorur proteina për të sulmuar qelizat kancerogjene. Virusi HIV-it fshihet në qeliza. Nëse pacienti ndalon marrjen e ilaçeve kundër sidës, virusi kthehet. Ajo çfarë po bëhet në onkologji dhe në terapinë ndaj kancerit është përpjekja për të forcuar sistemin imunitar me qëllim eliminimin e qelizave kancerogjene. Problemi për të eliminuar virusin e fshehur HIV është i ngjashëm, u shpreh doktori Tebas. Mëtej, ai shtoi: duhet të eliminosh qelizat që strehojnë virusin, duke bërë sistemin më aktiv në gjetjen dhe eliminimin e tyre. Kërkuesit dolën në përfundimin se antitrupat e ndrydhin virusin HIV për 21 ditë. Qëllimi është të gjendet një kombinim i antitrupave që mund të bëjë këtë për 6 muaj deri në 1 vit. Atëherë, njerëzit e infektuar me HIV nuk ka nevojë të marrin ilaçe çdo ditë të jetës së tyre. Një test tjetër ku do të përdoren antitrupa pritet të nisë pas 2 muajsh. iPhone 8 i Apple që vjen vitin e ardhshëm mund të jetë me ekran të përkulshëm. Sipas një shkrimi të Wall Street Journal, kompania e Cupertinos i ka kërkuar furnizuesve të saj aziatik të rrisë prodhimin e ekraneve OLED, që janë më të lehtë dhe të prezantojë prototipe me një rezolucion më të lartë se ajo rivalit Samsung. Kjo është një lëvizje për të cilën Apple përgatitet për publikimin e stilit të madh vitin e ardhshëm që do të festojë dhe 10 vjetorin e telefonit të tij. iPhone 8 do të vijë me një stil krejt ndryshe. Sipas Wall Street Journal, ai me ekran OLED të përkulshëm mund të jetë një nga modelet e ndryshme që Apple do të prezantojë, por njëkohësisht edhe më të kushtueshmit, pikërisht për shkak të karakteristikave të ekranit. Megjithatë, bëhet fjalë vetëm për një prej 10 prototipeve mbi të cilat po punon kompania. Fjala që thonë më shpesh fëmijët e parashkollorit, përveç fjalës jo, është fjala pse. Judy Arnold, ekspert i prindërimi, thotë se faza e pses nuk është një fazë zhvillimi, thjesht për t'u sjellë keq dhe për të bezdisur prindrit, por ajo ka të bëjë me ato që ndodh në trurin e fëmijëve, kur ata ushtrojnë imagjinatën dhe të menduarin kritik. Alana Pustil, mësuese e parashkollorit,
Bashkohet duke thënë se kjo është një fazë natyrale ku kurioziteti i fëmijës rritet sepse vetëdia dhe dija për botën përreth rritet. Për këtë arsye, prindrit raportojnë për lodhje kur duhet t'i japin gjithë ato përgjigje. Dhe kur ata japin përgjigjen nuk e di, situata tensionohet më shumë. Ernell thotë se prindrit duhet t'i pranojnë pyetjet e fëmijëve dhe të gjejnë kohën t'u përgjigjen. Pyetjet tregojnë dëshirën e fëmijës për të mësuar dhe kjo nuk duhet të injorohet. Ajo thotë se asnjë temë nuk është e papërshtatshme për një fëmijë kurioz. Nëse doni që të mbani një komunikim të mirë edhe më vonë, kur fëmija juaj të arrin në adoleshencë, përgjigjuni çdo pyetje dhe teme tani. Proteinat janë të domosdoshme për organizmin, por kur nuk duhet tepruar me to. Dhe ja, cilat janë gabimet që bëjnë zakonisht njerëzit kur konsumojnë proteina. Shumë proteina për të bërë muskuj. Trupi nuk i rigjeneron dot muskujt pa proteina, por thjesht ngrënia e tyre nuk është e mjaftueshme për të pasur muskuj. Duhet edhe të stërviteni shumë. Së dyti, gjithçka përmban proteina, por jo çdo ushqim përmban aminoacidet e dukura që i duhen trupit për muskujt. Ka një ndryshim të madh mes proteinave që vijnë nga kafshët dhe proteinave që vijnë nga bimët. Mishi, bulmeti, veza dhe peshku janë burime të kompletuara aminoacide shtelbësore, ndërsa bimët nuk janë. 3. Sa më shumë proteina, aq më mirë. Një person duhet të hajë 40 deri në 45 gram proteina në ditë. Dikush që ha produkte që vijnë nga kafshët dhe nga bimët, nuk do të ketë kurrë mungesë proteinash, por ama duhet të ketë kujdes që të mos ketë tepri. Së katërti, proteina me njëherë pas stërvitjes. Gjithmonë pas stërvitjes, meshkujt mundohen të pinë një përzierje të madhe me proteina për të bërë sa më shumë muskuj. Ata që merren me ato që njihet bodybuilding kanë nevojë për proteina çdo 4 orë. Por ama, personat që nuk merren mund t'i marrin proteinat nëpërmjet vakteve të përditshme. Aroma fantastike dhe shije specifike mandarinave e bën këtë frut shumë të dashur gjatë stinës së dimrit. Mandarinat kanë efekt në nxitjen e sistemit imunitar, luftojnë inflamacionin dhe plakjen. Shumë njerëz, ama nuk e dinë se ky frut kultivohet në shtëpi, në vazolulesh ose në kopsht. E ne do t'ju japim informacionin e nevojshëm se si të rritni mandarinat në shtëpi. Ju nevojitet një vazo lulesh me vrima në fund, të cilat bëjnë kullimin e ujit. Vendosni gur të vegjël në fund të vazos dhe përdorni ple organik. Më pas, vendosni farat e mandarinës dhe mbulojini mirë pa i shtypur në mënyrë që të mos i dëmtoni. Vendosni vazon në një vend me dritë. Ju duhet që her pas here të hidhni suplement të pasur me magnez, zink dhe hekur. Kur toka është shumë e thatë, atëherë ujitni mandarinat, po ashtu edhe në rastin e vazos. Mos harroni të prisni degët e thyra dhe të thara. Kur ju këputni frutat të tyre, bëjeni me kujdes në mënyrë që të mos shkaktoni asnjë dëmtim. Tani, ju jeni gati të mbillni dhe të konsumoni mandarinat tuaja pa pesticide dhe pa kimikate, të cilat janë të dëmshme për shëndetin tuaj. Puna fizike është e lodhshme, por qëndrimi para kompjuterit për një kohë të gjatë është edhe më rrezikshme për shëndetin. Këtu janë fjalët e ekspertëve amerikanë dhe anglez, të cilët përmes 2 studimeve të ndryshme kanë nxjerrë një listë e problemeve që mund të shfaqen nëse kalohen shumë orë duke punuar në zyrë. Dhimbjet që shfaqen janë ato më të zakonshmet: dhimbje mesi, sysh, këmbësh, tek ato më seriozet dhe të rrezikshme për jetën, si infarkti. Sipas një studimi të fundit,
Femrat janë 88% më të rrezikuara nga infarkti nëse punojnë gjithë ditën para kompjuterit. Madje kanë të gjitha gjasat që të zhvillojnë diabetin e tipit 2. Ekspertët thonë se pjesërisht është edhe faji ushqimit, sepse kur punohet për një kohë të gjatë para kompjuterit, çdo njeri është i detyruar të konsumojë ushqime të thata, që janë të pasura me sheqer edhe shumë kalori. Fast foodet, sanduiçet apo patatinat. Ja, pikërisht këto ushqime të cilat konsumohen më shumë kur rrim ulur. Duke qëndruar ulur për një kohë të gjatë para ekranit të kompjuterit, zvogëlohet edhe mundësia për të bërë aktivitet fizik. Në këtë rast, gjithçka përkthehet në një grumbullim të vazhdueshëm kalorish dhe rritje sasisë së sheqerit në gjak, gjë që mund të ketë pasoja të rënda. Studimi tregoi se sidomos femrat që kalojnë shumë orë ulur në punë, zhvillojnë nivele shumë të larta të insulinës në gjak. Kësaj i shton rreziqe që mund të shfaqen në sistemin kardiovaskular apo formimi i variçeve, që ndodh për shkak të qarkullimit të pakët të gjakut nga shputat në të gjithë këmbët. Po ta vini re, 1 në 2 gra vuan nga variçet pikërisht për këtë arsye. Por kjo nuk është asgjë nëse marrim në konsiderat dëmtimin e syve. Duke u fokusuar vazhdimisht para kompjuterit, harrohet lëvizja herpasershme e qepallave, veprim që shërben për të mbajtur të lubrifikuar syt. Shpesh, ai që rëndon edhe më tepër situatën është ajri kondicionuar në verë ose ngrohje tepërt në dimër, sepse than shumë ajrin. Specialistët këshillojnë aerosjen e herpasershme të mjediseve të punës, duke hapur dritaret në mënyrë që të qarkullojë gjithë ajri, si dhe ngritjen çdo gjysmore nga vendi i punës për një pushim të shkurtër. Ky pushim ndihmon trupin dhe syt që të çlodhen.